Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, ato thashë themet që në fakt po mbajnë publikun në ankth, po mbajnë publikun në frikë se çfarë do të ndodhen sonte. Egli Tako vazhdon të jetë në shënjestër të medjave për zgjedhjen e saj që bëri që të largohet në këtë pikë të lojës nga Big Brotheri për shëndet të rënduar. Nuk kemi një dalje ekskluzive nga ana e Eglit për të rrëfyer se në të vërtetë çfarë po ndodhi me të. Kemi vetëm disa video që janë bërë publike nga ana e produksionit ku Egli thotë që nuk jam mirë, ku Egli thotë jam shumë e rënduar dhe dua të dal prej kësaj shtëpie. Ledioni në prajmin e kaluar në studio pati thënë që Egli urojmë që të bëhesh mirë dhe të rikthehesh përsëri në Big Brother. Ai nuk tha që të rikthehesh në studio, por tha të rikthehesh në Big Brother. Dhe kjo ka ngritur spekulime që Egli mund të kthehet brenda kësaj shtëpie, duke u bazuar, duke ditur që edhe vlerën se Egli është larguar me zarfin e kuq dhe nuk është larguar me zarfin e zi, nuk është eliminuar nga loja, nuk është pezulluar nga loja, por Egli është larguar thjesht për çështje shëndetësore, nënkupton që Egli mund të rikthehet e fuqishme në lojë, por këtë herë ndoshta edhe ndryshe. Instagrami i Eglit ka një rritje drastike që tani në këtë moment është 340.000 followers. Do me thënë shqiptarët po tërbohen duke ndjekur Eglin, duke ditur të kuptojnë se çfarë do të ndodh me të, duke ditur të kuptojnë se si do të merr jeta e saj, se si do të marrin gjërat e saj, a do të rikthehet Egli përsëri në Big Brother. Do t'ishte shumë e bukur dhe në fakt do t'ishte shumë e duar trokitur në qoftë se Egli ka marrë veten, është në gjendje të mirë shëndetësore dhe do të rikthehet në Big Brother. Besoj që Egli duhet asaj shtëpie, me të gjitha ngjyrat e veta, me të gjithë natyrën që Egli është, me të gjithë pozicionin që Egli ka, besoj që Egli duhet të jetë pjesë e këtij formati. Egli dhe Gjesti kanë qenë një duo fantastike. Kanë qenë një duo që kanë dhënë shumë adrenalin, kanë qenë një duo që kanë dhënë shumë atmosferë, edhe pse nëpër media thonë që Gjesti a mendëson të krijon diçka me femra të tjera, unë këtë gjë nuk e besoj në asnjë mënyrë për faktin sepse pa marrë parasysh se si Gjesti e vazhdon këtë lojën, se si Gjesti vepron në këtë lojën dhe se sa i fokusuar është në lojën e tij dhe se sa lufton për të qenë fituesi këtij edicioni, këtij Big Brotheri, unë jam shumë i bindur që thellë vetes së tij, thellë shpirtit të tij, thellë zemrës së tij, Gjesti e preferon personin e Eglit dhe Gjesti dëshiron që ta ketë në lojë. Pikpyetjet janë shumë të mëdha në qoftë se Egli ndodhet brenda një dhome të bardhë. Unë jam shumë i bindur që Big Brother është aq surprizues sa që do bëjmë një logjik të ftohtë në qoftë se vitin e kaluar krijoi një burg brenda asaj shtëpie, apo le të themi në Big Brother 1, në Big Brother 2 me Luizin krijoi një dhomë për të mbajtur një bebi. Në Big Brother 3 krijoi një histori tjetër, në 4 krijoi një shpellë dhe besoj që dhoma e bardhë nuk do të ishte e pranishme në çdo sezon, sepse e para njëherë do të bëhej e tepruar dhe e dyta do të bëhej e neveritshme. Egli ndoshta kërkon dhe pak kohë për të marrë veten e saj, për të qetësuar veten si nga Viroza që në fakt i kaploi të gjithë banorët e shtëpisë dhe në atë kohë prezente ishte dhe Egli aty, por edhe nga emocionet të cilat Egli i ndërtoi dhe ndoshta është më e përgatitur për të hyrë në këtë shtëpi dhe për të luftuar, apo qoftë edhe ka marrë mesazhet e motrës së saj, të cilat në emocione e sipër, në ndjesi e sipër nuk arriti dot t'i kupton. Gjatë të gjithë lojës, Gjestin duhet ta mirëkuptojmë se në acare e sipër në presionin të cilin atë natë ja bëri Rozana dhe Shkëlzdeni, që po i bënin presion non-stop pse këtë vajzën e ke bërë kështu, pse këtë vajzën ashtu, pse këtë vajzën kështu, Gjesti edhe e tha këtë fjalën dhe njeriu kur është në acar
apo kur është njeriu në nervoz edhe mund të thotë çdo gjë. Njeriu kur është i nervozuar thot çdo gjë. Dhe gjesti në nervoz edhe mund ta ketë thënë fjalën që unë s'kam dashuri për të. Por gjesti është natyrë e kthyeshme, është natyrë e butë dhe natyrë që ulet edhe menjëherë pendohet për fjalën që ka thënë, të mos e kryqëzojmë në gjestin direkte që gjesti nuk e do Eglin. Por edhe gjesti nuk do ri duke qartë tërditën, sepse Egli shqyrzotit është e gjallë, edhe është vetëm larg atij murit që gjesti po ndodhet aty brenda. Rikthimi i Eglit do të ishte besoj një rikthim shumë i bukur, do të na falte më shumë emocione, do të na falte më shumë lojë. Tashmë Egli ka arritur ta kuptojnë që brenda këtij Big Brotherit nuk do ta bënte kur për ndjeksen, nuk do ta bënte kur të bezdishmen, nuk do ta bënte kur të neveritshmen, por do të bënte lojtaren dhe qëllimin për të cilin ajo është brenda asaj shtëpie. Edhe pse kjo shtëpi në fakt të rëmben, është një shtëpi që ta ndryshon qëllimin, le të themi është një botë në vete dhe të ndryshon atë planin me të cilin ti ke hyrë nga jashtë, edhe kur futesh aty brenda, për këtë gjë duhet t'i besojnë banorët. Kjo shtëpi të krijon krejtësisht një plan tjetër dhe është një shtëpi që sekond në sekond, minut në minut, në qoftë se nuk je i shkathët edhe i gatshëm të kapësh lojën, mund të t'ikën loja nga dora dhe ndryshon të gjithë rrjedhojën, por gjithsesi Egli i duhet kësaj shtëpie. Dhe derisa Egli nuk është e pranishme në asnjë pikë, nuk është aktive në asnjë lloj interviste dhe me shpresën që sonte të jetë pjesë e studios së Big Brother dhe sonte për herë të parë Egli do të flet pas daljes së saj nga shtëpia, do të jetë një situatë shumë interesante. Nuk ka një konfirmim nga ana e Eglit që do të hyjë në Big Brother, nuk ka një konfirmim nga Top Channel, nuk flasim për një rikthim. Në të gjithë promon që unë e shpjegova më herët nuk është përmendur pothuajse fare emri Eglit dhe kjo nuk kupton që Egli nuk do të jetë sonte as në studio, por do të ishte e bukur që Egli të jepte një mini intervistë për të qetësuar publikun edhe pse po bën shumë ndryshime në Instagramin e saj dhe kjo nuk kupton që Egli qëndron e fshehur pas një telefoni dhe nuk po flet fare, derisa që ndryshon foton e profilit, derisa heqen nga pinet disa videot më hershme, ndryshon videot, për shembull videon e fundit që e kishte ndryshuar është po ditën e sotme, që kishte vënë letrën ku Egli kishte folur për dashurinë e gjestit dhe kjo që në kupton që ajo akoma po e vuan atë dramën e madhe brenda dhe nga mënyra se si Egli vepron ne kuptojmë që Egli nuk është emocionalisht mirë dhe nuk është në gjendjen e duhur ndoshta edhe për të rikthyer qoftë edhe në studio dhe në Big Brother, por që ta qartësojmë këtë thashetemin e madh që po bëhet, me patjetër që Egli sonte nuk do të jetë pjesë e kësaj shtëpie. Unë uroj me zemër, me shpirt që Egli të rikthehet dhe të shohim lojën se çfarë do të bën, por nga më të fundit që ne kemi arritur të kuptojmë, Egli është akoma duke qetësuar veten, edhe pse të tjerët thonë që Egli ka ikur në jug, Egli është këtu, normalisht se Egli nuk ka vdek, Egli nuk do mbaj zi, nuk ka përse ta dënoj veten, Egli për atë gjë doli që të merr frymë të re, të merr energji të re, të merr pozitivitet, edhe të shikon botën me një sy tjetër. Dhe Egli nuk doli që të izolohet në shtëpi, Egli nuk doli që të mbyllet në 4 mure përsëri dhe të vuan prap, por doli të shikon botën, doli të pi një kafe në Tiranë, doli të pi një kafe në Vlorë, doli të hajë një drek në Divjak, domethënë Egli tashmë do të jeton si gjithë të tjerët dhe nuk është krim i madh nëse Egli është në jug, nëse Egli bën pushime apo Egli bën qef. Gjithsesi unë uroj me zemër që Egli të rikthehet, edhe uroj me shpirt që Egli të ketë marrë veten dhe të kupton që bota është shumë e bukur për te emocioneve që krijojmë dhe gjesti është fantastik në natyrën dhe shpirtin që ai ka.